Nureddin Dumani foli sërish e këtë radhë, pazari i tij për një vrasje kishte shkuar në 2 milion euro. Një shifër pak e çuditshme për t'u dhënë në Shqipëri. E kurba e rritjes së çmimeve të tij nga 30.000 euro në 2 milion euro është disi e çuditshme. €2 milion të vriste Erion Alibeaj dhe anasjelltas një shifër e tillë nga shënjestra për të vrarë kundërshtarët e tij. Këto janë dëshmitë e fundit të Nureddin Dumanit, që duket se po tërheqin vëmendjen e madhe të medias, por edhe të opinionit. Në dëshmi thuhet se Nureddini i shkruajti se e vriste, por nuk e njihte kush ishte Erion Alibeaj. Ata, tha ai, do t'i jepnin 2 milion euro dhe do të dorëzonin Talo Çelën po ta bënte këtë. Kur Nureddini i kërkoi t'i jepte paradhënie 1 milion euro dhe t'i gjente e dorëzonte Erion Alibeajin, ai tha seriozisht dhe ja kaloi telefonin Hajdar Çopjas, që së bashku me Franc Çopja i thanë se e donin për një gjë të tillë. Hajdar Çopja pranoi t'i jepte 1,5 milion euro vetëm t'i jepte provën që mundej ta vriste Erionin. Nureddini këmbguli se nuk e njihte, por megjithatë kishte informacione se ku mund ta gjente. Sërish e njëjta shifër në dëshmi diskutohet nga Dumani se një gjë e tillë ja kishte ofruar dhe Talo Çela me një shifër prej 2 milion eurosh. Por në të dytën Dumani kërkoi 1,5 milion dhe 500.000 euro në këmbim të një informacioni se ku mund gjendej Talo Çela dhe të ekzekutohej. Kjo dëshmi e cila tërheq interes, duket se ka diçka brenda saj. Vetë Dumani e ka nisur aktivitetin e tij për të kryer vrasje me shifra të cilat nisen nga 30.000 euro dhe nisin të rriten në mënyrë progresive dhe shkojnë diku në maksimumin e tyre 300.000 euro, që pretendon se do t'i merrte atë ditë që u plagos. Ishte nisur për ta vrarë një person në Elbasan, po ndërkohë Dumani thotë se kishte nisur diskutimet edhe me Erion Alibeajin për të njëjtën shifër për të vrarë kundërshtarët e tij. A ekziston shifra 2 milion euro për Dumanin për të kryer një vrasje? A nuk do të tundoj ai për ta kryer një gjë të tillë, por nuk e kreu? Kjo ha diskutime të mëdha. Njeriu i cili pikërisht se nga që nuk ishte marrë pjesë në një ekzekutim ku do të përfitonte 30.000 euro për një vrasje, filloi të ndeshej me mikun e tij më të mirë. Këto në fakt janë dilemat e vërteta të mëdha. Ai thotë se do të vërtetohet gjithçka në Matrix, sepse beson se Matrixi do të shkodohet edhe pjesa në vitin që ai e ka përdorur. Ndërkohë që Dumani edhe mund të merrte 4 milion duke i vrarë të dy kundërshtarët që sipas tij të dy komunikonin me të për të ekzekutuar njëri tjetrin. Dëshmia e të penduarit Nureddin Dumani se nga 30.000 euro për një vrasje në të kaluar në 2 milion euro për një vrasje të fundit e fut atë në labirintet të mëdha. Në botën e krimit, shumën që paguhet për një vrasje varet nga shumë faktorë, rëndësia e objektivit, rreziku, por edhe rregullat e tregut të nëndeshëm. Në Shqipëri shumat për vrasjet e porositura zakonisht nuk arrin nivele kaq të larta. 2 milion euro është një shifër tepër e madhe edhe për një vrasje të porositur nga organizatat kriminale të fuqishme. Për këtë arsye, mund të dyshohet se i penduari po e fryn qëllimisht shifrën për të rritur peshën e dëshmisë së tij. Një penduar shpesh ka interes të tregojë se ka informacion të vlefshëm dhe të rëndësishëm. Sa më i rëndësishëm të duket si dëshmitar, aq më e fortë është mbrojtja që merr nga shteti. Duke pretenduar se është paguar një shumë e tillë, ai mund synojë të bindë autoritetet se po flet për një vrasje të jashtëzakonshme dhe si rrjedhoi të sigurojë një status më të mbrojtur. Kjo mund të jetë një strategji për të përfshirë një figurë të fuqishme, duke lënë të kuptohet se porosici ka qindra milion euro për të shpenzuar. Nëse përmendet një shifër kaq e madhe, publiku dhe drejtësia mund ta shohin rastin si shumë të rëndësishëm se sa është në të vërtetë. Dumani e sjell këtë dëshmi me 2 milion euro fiks në momentin mbase e ka dëgjuar se dy vëllezërve Çopja po u sekuestrojnë miliona euro. Nëse realisht është paguar 2 milion euro, atëherë objektivi duhet të ketë qenë dikush i jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kjo nuk përputhet me shumën standarde të tregut të krimit në Shqipëri, ku çmimet e vrasjeve të porositura janë shumë të ulta. Për emra shumë herë më të larta në hierarkinë e krimit të organizuar, shifra të tilla as që janë afruar fare.
kushdo të ishte nga ata të dy, qoftë Ali Bey dhe qoftë Franz Çopja apo Talo Çela, kush prej tyre nuk do të ishte me këto shifra të larta. Dhe të gjithë përplaseshin tek Nureddin Dumani, ndërsa ai nuk ishte i vetmi që operonte në Shqipëri. Grupe vrasëse nga fushkruja për këtë shifër do të merrnin përsipër të ekzekutonin një numër të lartë personash. Deri tani, shifra më e madhe e paguar ndonjëherë dhe publikuar është deri në 500.000 euro. Dumani, ai penduari i drejtësisë, duket se në procesin e tij nuk ka më fre. Në çdo seancë gjyqësore që jep shpjegime, dalin dëshmi dhe prova të reja. Një person që bën pazare për të kryer vrasje gjithmonë u jep atentatorëve më pak para nga sa ishte rënë dakord, ka shumë pak shanse që në momentin e fundit t'u jap të gjithëve shumën e premtuar. Si ka mundësi që Talo Çela, që nuk e konsideronte kur një njeri kaq primar në aktivitetin e tij të vrasjeve me pagesë, t'i ofroi një shumë pikërisht Dumanit që kalon në afërsi të 2 milion eurove. Një porositës si Talo Çela që ka zakon të mashtruarit nuk do të ndryshojë sjellje papritur. Ai gjithmonë kërkon të ketë kontrollin dhe të minimizojë rrezikun financiar për veten. Në shumicën e rasteve, pagesa e plot nuk bëhet kurrë në fillim, sepse porositësi do të sigurohet që vrasja të kryhet sipas kërkesave të tij. Për 2 milion euro mendohet që edhe kur ti dorëzonte shumën njëri nga të dy të vritej. Kur një porositës ka krijuar një reputacion për dhënien e shumave të reduktuara, ai ka të ngjarë ta bëjë këtë vazhdimisht, sepse shumica e tentatorëve nuk kanë mekanizma për ta detyruar të paguajë plotësisht. Në disa raste, vrasësit me pagesë si Dumani nuk kanë frikë të kërkojnë shumën e plot, sidomos nëse porositësi është më i fuqishëm në botën e krimit. Nëse një porositës si Talo Çela gjithmonë mashtron, vrasësit mund të ndihen të tradhtuar dhe të tentojnë ta eliminojnë atë për të ruajtur reputacionin e tyre ose prakmarrje, siç ndodh në rastin e Nureddin Dumanit. Kjo mund të çojë në ndërlikime të mëdha mes grupeve kriminale ose braktisje të kontratave të vrasjeve. Këtë pikërisht është duke thënë në procesin gjyqësor Nureddin Dumani. Shumë porositës preferojnë të paguajnë pjesë-pjesë, një parapagim të vogël dhe pjesën tjetër pas kryerjes së vrasjes. Kur nuk mund t'japësh më shumë se 80% të shumës përpara një vrasjeje. Zakonisht ato që kemi parë në hetimet e SPAK lidhen me 10 ose 20% të kësaj shume. Disa mund të përdorin pretekste për mos paguar fare pas krimit, siç janë eliminimi i vrasësve ose denoncimi i tyre në polici për t'i çuar drejt arrestimit. Që Dumanit nuk i ikën në asnjë moment hakmarrja ndaj Talo Çelës, kjo duket fare qartë. Deklarata e tij se armiku i tij shpesh donte të ikte në Brazil dhe të ndryshonte identitet mund të interpretohet në disa mënyra, sidomos nëse ekzistojnë dyshime se ky armik mund të jetë vrarë. Por Dumani këmbgul në këto deklarata të dhëna nga ai kur ishte gjallë, sepse brenda saj ka edhe hedhjen e një disinformacioni apo të ndonjë dëshire për të marrë ndonjë info se çfarë bëhet me të. Nëse Talo Çela është i zhdukur ose dyshohet se është i vrarë, i penduari Dumani mund të përpiqet të krijojë një narrativ që shpjegon mungesën e tij pa e lidhur drejt për drejt me një vrasje. Duke sugjeruar se ai donte të ikte në Brazil, ai lë hapësirë idesë se personi mund të jetë arratisur dhe të mos jetë eliminuar. Nëse ai e konsideronte këtë person armik dhe tani ai është i zhdukur ose i vrarë, atëherë mund të jetë një përpjekje për ta sjellë sërish në vëmendje. Në vend që të pranojë ndonjë rol në zhdukjen e tij, ai çon historinë drejt një arratisjeje të mundshme. Të penduarit shpesh përzihen mes informacioneve që kanë dëgjuar dhe ato që përjetojnë. Nuk përjashtohet mundësia që nga brenda burgut ai të ketë dëgjuar dikënd. Por kjo nuk do të thotë se është e vërtetë se personi ka patur qëllim, ashtu siç thot ai, të largohet drejt Brazilit. Por edhe nëse Talo Çela do ta kishte bërë vërtet këtë bisedë pikërisht me Nureddin Dumanin, besoj se nuk do të zgjidhte sërish Brazilin, duke parë ato ngjarje që rrodhën më pas. Por pse Brazilin zgjedh Nureddin Dumani? Sepse Brazilin
shpesh e përmendin kriminalët si një vend ku mund të fshihen për shkak të ligjeve të tij mbi ekstradimin apo për praninë e rrjeteve kriminale të mëdha ndërkombëtare. Brazili njihet për një polici e cila nuk merret shumë me personat e kërkuar nga bota. Kuptohet që Taloçela kishte lidhje të forta me botën e krimit dhe mund të kishte një mundësi që vërtet ta ketë menduar për këtë opsion, por kjo nuk përjashton faktin se mund të jetë vrarë përpara se ta realizonte planin e tij. Deklarata e Nureddin Dumanit duhet analizuar me kujdes, sidomos nëse ka prova konkrete që ky armik po planifikonte realisht ta rratisej në Brazil. Nëse ai është zgjuar ose vrarë, kjo mund të jetë një përpjekje pastaj për të manipuluar diçka apo për të hedhur dhe për të krijuar një alibi. Ndërsa të gjithë thonin se ishte Taloçela armiku i tij kryesor dhe njeriu që i ngriti pusi atë ditë që e plagosën, një dëshmi ndryshon të gjithë këtë rrjedh. Jo vetëm la të habitur median, por edhe vetë grupet kriminale kanë përshtypjen. Ai thot se mendon se e tradhtoi Suelçela. Brenda të njëjtës javë, Dumani dëshmon në proces një tjetër vrasje, këtë radhë të dy fisht. Ndërsa është porositur të vrasë Dorian Shkozën, Dumani deklaron se miku të tij për vrasjen nuk i tregoi se për çfarë dhe kë do vrisnin. Thjesht i tha vetëm që do marrësh 35.000 euro. Ai thot se për këtë krim u përfshin gjithsej 4 persona dhe të gjithë morën shifra të tilla në ndihmë për vrasje apo ata që morën pjesë në të. Këtë radhë, fjala bëhet për një vrasje në fakt që do ta kryente për porositë e Riona Libejit. Nuk janë me miliona euro, por vetëm për 35.000 për çdo autor. Dhe kjo si vrasje ndodh vetëm pak kohë më parë se nga 35.000 për çdo person për të vrarë 2 të rinj, shifra shkon në 2 milion për të vrarë vetëm një prej tyre. 2 dëshmi brenda 2 ditëve rresht në sallën e gjyqit për 2 vrasje të ndryshme në fakt. Nureddin Dumani po arrin gjithçka që do në këtë sallë gjyqi. Famë, dënime ndaj gjithë armiqve të tij dhe po shpreh gjithë akmarrjen e mundshme ndaj çdo kujt. Kjo ndihet gjithmonë më shumë sa herë në sidën e diskutimeve i vjen radha pikërisht në një debati me të akuzuarit e familjes Qoli. Pikërisht aty fillojnë edhe debatet e ashpra, si ato të kësaj jave, ku flitet për një armiqësi të filluar më herët, për rrajën e babait të tij, për një akmarrje me vendosje tritoli dhe eksplozivi. Nëse ka një debat të ashpër në këtë sallë gjyqi, është Dumani kundra familjes Qoli. Ndërsa pyetet nga avokati mbrojtës i një prej të pandeurve në këtë proces, pse i jeni drejtuar Suelçelës me fjalën më vrat në skaj, pse ja atribon tentativën e vrasjes Suelçelës, Nureddin Dumani përgjigjet. Mua më kanë nxjerrë në Pritsueli. Unë kam shkuar atë ditë në Elbasan bashkë me Henrik Hoxhën të vrisnim Otkilën. Shkuam me 2 makina, por ai nuk ishte fare në Elbasan. Henriku komunikonte vazhdimisht me Suelçelën. Unë vetëm pas atentatit i shkruaja. Më pas nuk kam komunikuar më edhe pse ai ka kërkuar. Do zbardhet matriksi e do dalin. Kjo ndryshon në fakt shumë qasje deri më tani që ka patur media. Se atë ditë në Elbasan, ai kishte shkuar për të vrarë Taloçelën dhe jo një person tjetër. Pikërisht, atë ditë që e qelloi Taloçelën, ai ka ndruar mendje se për ta vrarë ishte i interesuar Suelçela. Kjo në fakt ka pak kuptim, sepse ky i fundit i kishte dhënë një shifër të madhe për të ekzekutuar një person në Elbasan dhe pse do donte ta ekzekutonte atë. Megjithatë, kjo mund të jetë një dëshmi mbi të cilat ai dyshon realisht dhe është në bindjen e tij për ta bërë një gjë të tillë. Intrigat në Elbasan janë të shumta, por në fakt deri aso kohe ato nuk lidheshin me Suelçelën, i cili ka qenë korrekt gjatë aktivitetit të tij kriminal ose të paktën kështu njihet nga të tjerët. Ta lidhësh atë në këtë lloj forme është pak e vështirë për të kuptuar arsyet e vërteta. Të gjithë në Elbasan kanë armiqtë e tyre dhe të gjithë duan të vrasin Tikën. Të gjithë kanë interesat përbashkëta te Nureddin Dumani, por ky i fundit ka vetëm një interes në kokën e tij, të vrasë Taloçelën. Pak nga pak, po duket se Nureddin Dumani po i kalon shumë kufit. Në ndonjë moment, ai referohet
edhe vrasjeve të cilat vetëm i ka dëgjuar dhe nuk ka qenë prezent në to. Duket, sikur në një moment po mendon se e gjithë vëmendja dhe e qendra për shumë vite në Shqipëri për të kryer vrasje pas ka qenë ai. Tumani ka filluar të flasë në mënyrë edhe indirekte për vrasje në cilat ai nuk ka qenë, por ka një lidhje të besueshme se mund t'i di kush i ka kryer. Kjo në fakt mund të hap probleme në dëshminë e tij. Një i penduar që papritur fillon të flasë sikur ka dieni për të gjitha vrasjet në Shqipëri, edhe për ato ku nuk ka qenë i pranishëm, ngre shumë pikpyetje mbi besueshmërinë e tij dhe motivet e dëshmive të tij. Kjo sjellje mund të ketë disa shpjegime. Ka një sindrom që i quhet sindroma e të diturit gjithçka. Pasi fillon të bashkëpunojë me drejtsinë, një i penduar shpesh e sheh veten si një figurë kyçe në hetimet kriminale. Ai mundet të ndjejë se pa të drejtësia nuk mund të zgjidhë asnjë çështje. Kjo ndjenjë e fuqisë mund ta shtyjë të marrë përsipër një ori që nuk i ka realisht, thjesht për të ruajtur statusin e tij të veçantë si dëshmitar kyç. Një i penduar shpesh përfiton nga statusi i tij, mbrojtje, ulje dënimi dhe ndonjëherë përfitime të tjera. Duke pretenduar se di gjithçka, ai i jep më shumë pesh vetes dhe justifikon mbrojtjen që merr nga shteti. Përzierja e informacioneve të dëgjuara me fakte reale. Në burgje dhe rrethe kriminale, informacionet për krimet qarkullojnë shpejt dhe shpesh shtrembërohen. Një i penduar që ka qenë pjesë e botës së krimit mund të ketë dëgjuar shumë histori, por kjo nuk do të thotë se ai ka njohuri të drejtë për drejta për çdo vrasje. Në disa raste, ai mund të besojë sinqerisht se di diçka të saktë, por informacioni i tij mund të jetë thjesht një thashëthem. Nëse një i penduar jep informacione për çdo vrasje, edhe ato ku nuk ka qenë i pranishëm, ai mund të jetë duke ndihmuar hetuesit të ndërtojnë ndonjë skenar që mund t'i çojë në rrugë jo të mbar. Ai mund të përdorë këtë strategji për të goditur armiqtë e tij ose për të mbrojtur dikë tjetër, duke i devijuar hetimet në një drejtim të caktuar. Dhe këtu mund të ndalemi. Cilësia e dëshmitarëve është ajo që po rëndon gjithmonë e më shumë mbi të akuzuarit, të paktën ata që janë në burg. Po bërtasin avokatët mbrojtës për mënyrën se si ata shtojnë gjithmonë dëshmi në procese të ndryshme. Por kjo pak rëndësi ka. Gjithçka do të vendoset nga GKK. Ka të ngjarë që Nureddin Dumani ka akses në informacionin e jashtëm. Ai informohet çdo ditë për çfarë ndodh në Shqipëri. E ka këtë të drejtë informimi, që ai ka akses, kjo tashmë është e vërtetuar. Por çfarë thuhet për të penduarit kur e kanë informacionin nga jashtë dhe kur janë në dhënie dëshmie që mund të çojnë në burg 10 persona? Në çdo sistem të drejtësisë, një nga elementët më të rëndësishëm është sigurimi i integritetit të informacionit, që merret gjatë hetimit dhe procesit gjyqësor. Të penduarit ose ata që kanë bërë ndihmës për të zbuluar në të vërtetat pas veprave të kryera, luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e çështjeve penale. Megjithatë, kur një i penduar nuk është i izoluar dhe ka mundësi të marrë informacion nga jashtë, kjo mund të krijojë një situatë ku integriteti i procesit të drejtësisë vihet në dyshim. Çështja e informacionit të jashtëm është një pikë e ndjeshme, pasi mund të dëmtojë besueshmërinë e hetimeve dhe të ngrejë pyetje për ndershmërinë e dëshmive të ofruara nga të penduarit. Të penduarit shpesh luajnë një rol kyç në zbardhjen e ngjarjeve dhe identifikimin e autorit të krimit. Pjesa më e madhe e informacioneve që mund të kontribuojnë në hetim dhe dënim vijnë nga deklaratat e të penduarve. Ata janë shpesh të vetmit që mund të sigurojnë dëshmi të brendshme të krimit, duke ofruar detaje që nuk mund të jenë të njohura për autoritetet e tjera. Por ky proces kërkon që i penduarit të jetë i ndershëm dhe i besueshëm në deklaratat e tij, që është një parakusht themelor për drejtësinë. Në teori, të penduarit ofrojnë një mundësi për autoritetet që të kuptojnë më mirë krimet e kryera dhe mekanizmat pas tyre. Megjithatë, në praktik, ky informacion mund të jetë indikuar nga faktorë të jashtëm që e bëjnë atë të dyshim. Pikërisht këtu lind shqetësimi kur një i penduar nuk është plotësisht i izoluar dhe ka mundësi të merret me informacion jashtë mjedisit të burgut ose vendit ku ai ndodhet. Kjo mund sjell një manipulim, duke krijuar mundësinë që dëshmia e tij të jetë ngarkuar me elemente të jashtme që mund të ndihmojnë për të favorizuar dikë tjetër. Një nga pasojat më të dukshme të mundësisë së ndikimit nga jashtë është se i penduari mund të përdorë informacionin
që merr për të manipuluar dhe për të ndryshuar rrjedhën e hetimeve. Për shembull, mund të ndodhi në raste kur një i penduar, duke marrë informacion nga jashtë, i jep një version të ngjarjeve që është më i favorshëm për dikë tjetër, për të mbrojtur dikë tjetër ose për të shmangur pasoja më të rënda për veten. Kjo mund të çojë në situata ku dëshmitë që janë dhënë nga i penduari, si në rastin konkret, ndonjëherë mund të jenë të pasakta, të manipuluara ose të manipuluara në një mënyrë që i jep një drejtim të gabuar hetimit. Përveç kësaj, mund të ndodhi në raste ku informacioni i jashtëm mund të përdoret për të kërcënuar ose shantazhuar të penduarin. Ai mund të kërcënohet që të ofrojë një version të caktuar të ngjarjeve, të cilat janë të pasakta, me qëllim që të përfitojnë ndihma ose lehtësira të caktuara për ata që janë në anën tjetër të çështjes. Ky fenomen mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të dyshimit, duke minuar një besim në procesin e drejtësisë dhe duke vënë në dyshim ndershmërinë e të penduarve. Për të shmangur ndikimin negativ të informacionit të jashtëm dhe për të mbajtur integritetin e procesit të drejtësisë, është e nevojshme që autoritetet krijojnë masa të forta mbrojtëse. Pjesa e këtyre masave është izolimi i të penduarve nga ndikimi i jashtëm. Ky izolim mund të përfshijë kontrollin rigoroz të komunikimit të penduarve, duke ndaluar kontaktet e palishme me individ të tjerë jashtë sistemit të drejtësisë. Në këtë mënyrë, mund sigurohet që informacioni që ata japin të jetë i bazuar vetëm në njohuritë e tyre personale dhe në përvojën e drejtë për drejtë, pas një lloj ndihme nga faktorë të jashtëm që mund ta kompromentojnë atë. Një nivel institucional duhet të ketë një mekanizëm mbikëqyrës që monitoron gjithashtu komunikimin dhe informacionin që qarkullon brenda sistemit të drejtësisë. Autoritetet duhet të jenë të vëmendshme për mundësinë e manipulimit dhe të sigurojnë që çdo informacion që merret nga i penduari të vlerësohet dhe të verifikohet për të siguruar në është i saktë dhe i besueshëm. Rregullat dhe procedurat duhet ndihmojnë në minimizimin e mundësisë të ndonjë ndikimi të jashtëm që mund të dëmtojë procesin e drejtësisë. Jemi futur pothuajse në fushat elektorale. Ethet më shumë janë politike. E kur ka ethe politike, krimi nuk gëzon. Prandaj kemi kaluar një situatë të qetë këto kohë. Por ajo që ndodh është se po rikujtojmë vrasje të tjera, ato të vjetrat të ndodhura vite më parë, për të cilat dikush duhet paguaj. Natën e mirë dhe paçifat.